mund themi që në gjithë këto kriza që i përmenda, për fat të mirë. Për fat të mirë, ende kisha qëndron mirë këtu te ne, flas në Kosovë në përgjithësi. Sepse i kem besimtarët ende që duan kishën, i kem besimtarët që duan të qëndrojnë pranë kishës dhe Krishtit. Është edhe përgatitja e ambientit familjar. Në rënd parë, ka shumë besimtarë që bashkohen, vinë nga jashtë për këtë festë të madhe, edhe bashkohen me familjarët këtu, apo nëse dhe i kanë familjarët atje, vinë në shtëpitë e tyre, që i kanë këtu. Dhe kjo është një gëzim i madh. Pastaj, përgatitjen edhe tryezat më të mira. Edhe është simbolik i vezëve që zakonisht ngjyrosin, që është një traditë në kishë, edhe të gjithë ngjyrosin vezët, dhe mbi gjithat është ky vend që i bashkon. Në fjalën e tij, theksoi se me kalimin e kohës ka ndodhur ndryshime të dukshme në mënyrën se si përjetohet feja dhe festat fetare. Është fakt që ka ndryshuar shumë çka. Ka ndryshuar edhe në shoqërinë tonë përgjithsisht shumë çka. Nuk është ajo që kem ëndruar, për çfarë kem flijuar dhe sakrifikuar, dhe në çfarë kemi shpresuar. Sepse kemi shpresuar që me lirimin e Kosovës, apo me arritjen e aspiratave shekullore të popullit tonë, që ta kem shtetin tonë, që do të kem dashuri dhe nuk do të mund të thënë askush atë dashuri, atë bashkëpunim dhe mirëkuptim që do ta kem mes vete. Mirisht, po ndodhe kundërta. Dhe tani shohim që vërtet shoqëria jonë është në një krizë të thellë, në një krizë të madhe në shumë aspekte. Edhe në botë e shohim. Ndodhen gjana, siç edhe vetë theksuat, luftra të shumta, një botë në krizë të thellë, një botë në rreziqe të mëdha, një botë gjithnjë e larguar më tepër nga Zoti, një botë që po largohet nga vlerat dhe virtytet që kanë karakterizuar qoftë individin, qoftë familjen, qoftë shoqërinë, qoftë shtetin apo një kontinent. Dhe ato dhe ngadale po zhduken. Dhe në momentin që zhduken ato do të zaventësohen me diçka që mirërisht po zaventësohen. Edhe sot në botë është një urrëtie aq e madhe, një egoizëm i papar, është një interes vetëm ekonomik, interesi shpirtëror jashtëzakonisht anash. Don Lursopi u bëri thirrje besimtarëve që pavarësisht të ndryshimeve të kohës të ruajnë lidhjen e tyre me Zotin dhe të rikthejnë vlerat e mirëfillta shpirtërore në jetën e përditshme. Ne mund themi që në gjithë këto kriza që i përmenda, për fat të mirë, ende kisha qëndron mirë këtu te ne, flas në Kosovë në përgjithësi. Sepse i kem besimtarët ende që duan kishën, i kem besimtarët që duan të qëndrojnë pranë kishës dhe Krishtit, i kem besimtarët që kanë besim dhe atë besim duan ta përforcojnë edhe më tepër këto fejen, shpresën për të ardhmen e mbi gjitha dashurinë,